Në seancën e kësaj të martën në gjykatën e posaçme, i pandehuri Henrik Hoxhaj në dosjen Plumbi Art rrefeu të tjera detaje në lidhje me atentatet mafioze. Hoxhaj deklaroi se Nureddin Dumani i kishte ofruar 100.000 euro për vrasjen e Lulzim Mashës dhe 150.000 euro për vrasjen e të birit. Porosia ishte për të ekzekutuar djalin, por atë nuk e gjetën, ndërkohë atentati ndaj biznesmenit Masha dështoi. Për Lulzim Mashën, porosin për këtë rast Nureddini ma ka dhënë në Kosovë. Porosia fillimisht ishte për djalin e Lulzim Mashës, por nuk e gjetëm. Nuk po gjenim të birin dhe menduam të godisnim të atin që të vinte ky nga jashtë, kështu i bënim ne këto punë. Kur bëm ngjarjen ndaj Lulzim Mashës, unë dëgjoja çdo gjë në radio, se kisha radio policie. Skerdi doli huq dhe i ngeci arma. Në radio jepeshin përshkrimet e tij. Ndër të tjera, Hoxhaj tregoi dhe atentatin ndaj Nureddin Dumanit ku mbeti plagosur rënd. Hoxhaj u shpreh se ishte ai që i shpëtoi jetën, sipas tij Dumani kishte thënë se shofer në atentat ka qenë Talo Çela. Pastaj më shkrua Nureddini, më thot: "O kusho, hajde se më vran." Shkova atje, marr Nureddinin, mora dhe 2 armët. Më tha më çon në Durrës, nuk e çoja dot dhe e mora në Fier. E çova te shtëpia ku rrinte ai. Mora në telefon një të njohurin tim, Bledin. I thash më duhen 2 doktor. I tregova armën dhe i thash se do vini se s'bënte shtëpia. E pash Nureddinin dhe i ishte nxirr buza. Më than do t'i ketë vajtur plumbi në stomak. Në sallë nuk e fusim dot dhe i detyrova ta zgjidhnin aty dhe ta shpëtonin atë palaçon. Pastaj erdhi policia aty, nuk e di se si. Unë Nureddinin e kam mbajtur edhe në mes të Tiranës. Pastaj Nureddini na shiti të gjithëve. Ne kemi vrarë 100 si puna e Nureddinit. Kur e pyeta Nureddinin për ngjarjen, më tha mua ishin 4 veta, 3 me maska, shoferi pa maskë ishte Talo Çela. Unë nuk e besova, por kështu më tha. Në dëshminë e javës kaluar, Henrik Hoxhaj rrefeu për mënyrën se si arritën që të vrisnin Dorian Shkoza në Durrës, duke treguar prishjet mes grupeve kriminale dhe pazare të drogës.